praktikun e punës, ashtu që për një diplom shkolle të ketë një vend pune. Sepse dikur ka pasur një nxitim e zgjerim të madh në studime, shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci, në 30 ambasada e kena ku mi qu gjithë ta që diplomojmë atje, e është e nevojshme të shkojnë ka shkenca teknike, natyrore dhe ka zanati. Për shembull, kam shku në për fabrika në zonën e Ferizajit, që është një zonë e jashtëzakonshme industriale, hyn brenda aty, 2 inxhiniera, njëri nga Turqia, tjetri nga Kina. Shkon te Saldushi prej Pakistanit. Shkon tek agjustatori prej Bangladeshit. Shkon te elektricisti prej Filipineve. Unë s'kam asgjë kundër. Kjo kallëzon që ekonomia jonë përrritet dhe nuk kemi mjaftueshëm fuqi punëtore sa kemi rritjet bizneseve. Qysh i ka ndodhur Gjermanisë, Austrisë dhe vendeve të Evropës perëndimore që kanë marrë shqiptar e të tjerë për ekonominë e tyre, në atë pikë sa më shumë që i afrohemi Bashkimit Evropian, po vime edhe na vetë. Edhe neve po na vinë nga Azia e Largët. Mirë pa ajo çka jemi na të interesuar është që edhe ata të cilët janë të papunë në Kosovë të punësohen që të gjithë. E këtu në veçanti hapësira e madhe për punësim është për gratë.